Burimi i ujit natyral në Poslisht të Prizrenit, që në pamjen e parë ofron ndjenjen e freskisë dhe të qetësisë. Ata që vizitojnë për herë të parë shprehin dëshirë që të kthehen sërish në shoqëri të familjarëve apo miqve, pikërisht me synimin për të rritur numrin e vizitorëve në këtë atraksion natyror. Edhe Drejtoria e Turizmit në Prizren më 14 maj ka bërë përurimin e gurës së Poslishtit, investim i komunës së Prizrenit, e ku ishte i pranishëm kryetari Totaj dhe nënkryetari Kashi dhe shumë zyrtarë të tjerë, i rrethuar nga ara të gjelbrora e ajër të pastër si dhe ujë shumë i pastër që kalon përmes fshatit, e bëjnë Poslishtin një destinacion të bukur turistik. Traditat e vjetra jetojnë ende mes banorëve mikpritës si copëza autentik të Kosovës së vërtet. Këtë vend e vizitojnë shumë qytetarë të cilët janë të pasionuar me këtë ujë të pastër si loti, që vjen nga bjeshkët e larta dhe kalon përmes fshatit, i jep jeshi Poslishtit të Prizrenit. Traditat e vjetra jetojnë ende mes banorëve mikpritës si copëza autentike të Kosovës së vërtet. Me ujin e ftohtë që të shpon ballin, ky fshat me burimet e tij të shumta është i këndshëm edhe në verë edhe në dimër. Ky burim me vlera natyrore ka vizitore turist, por se në të ardhmen mund të vendoset edhe në pakot turistike për turistët të ndërkombëtar. Drejtori për turizëm dhe zhvillim ekonomik në komunën e Prizrenit, Ramadan Tarashaj, ka theksuar se burimi i ujit natyral në Poslisht ka potencial të madh për tërhiqjen e vizitorëve. Burimi i ujit natyral në Poslisht është karakterizuar si vlerë natyrës së kategorisë së tretë, dhe kjo rrjedh është joshës dhe manitës për ata që dëshirojnë ta vizitojnë. Poslishti është fshat i vogël, por plot zemër që shtrihet në xhirin e natyrës shumë afër Prizrenit.